Mirë se erdhët Luan në leximin e juaj të radhës në Letrat Refejn. Jam Diana dhe do bëj leximin për ju. Para se të filloj leximin, dua të ndaj diçka që unë zakonisht e bëj. Në mendjen time, jo ndonjë ritual specifik, por dhe largoj fizikisht. Tani për çfarë bëhet fjalë? Jemi afër pranverës dhe në çdo sezon unë e bëj këtë gjë në mendjen time. Çfarë më dha ky sezon? Çfarë duhet të ndryshoj? Çfarë është e mirë dhe çfarë nuk është e mirë për mua? Cilët njerëz duhet t'i mbaj afër dhe cilët jo, dhe kështu me radhë. Jemi afër pranverës dhe pranvera nuk vjen vetëm për të luzuar, po për të pastruar dhe për të pastruar. Është koha të heqim gjithçka që nuk na shërben më. Zakonet që na mbajnë në vend, marrëdhëniet që na lodhin, mendimet që na bëjnë të dyshojmë në vlerën tonë, të dashur Luan. Jo çdo gjë që e kemi mbajtur deri sot duhet ta marrim me vete më tej. Disa gjëra nuk janë kujtime, janë thjesht pengesa, janë barr. Çfarë po na ndalon? Çfarë po e shtym nga frika? Çfarë po mbajmë vetëm nga zakoni që jemi mësuar? E kështu me radhë. Tani është momenti të vendosim qëllime të qarta, jo për të dukur mirë për të tjerëve, apo për të na pranuar të tjerët, thjesht për të ndjerë në paqe me veten tonë. Leximi juaj i kemi letrat 2 të monedhës, asi i shkopive, karroca, 3 të shpatës dhe djalli si rezultat. Ku është apo çfarë po ndodh me Luanin tani? Je duke balancuar shumë gjëra. Shikoni këto në 2 duart, 2 monedhat. Punë, emocione, vendime, përgjegjësi, gjithçka në lëvizje, po ja del, por me lodhje të madhe. Realiteti thotë që po mbijeton duke u përshtatur, jo duke zgjedhur, Luan. Çfarë po ju pengon? Asi i shkopive. Impulsi për të nisur diçka të re. Pa mbyllur të vjetrën. Ka zjarr, ide, dëshirë për ndryshim, por po shpërndahesh që nuk je i fokusuar. Pra, fillime të bukura, por sikur s'po vazhdojnë, nuk po e shtyjen në tutje. Pengesa vetmi është entuziazëm pa plan. Çfarë duhet të largoni, Luani? Karroca nevojën për të pasur kontroll absolut dhe për të fituar me çdo kusht, Luan. Idenë që duhet të ecësh shpejt, ndryshe, humbë. Është kjo në kokën e juaj. Pra, është nevojë e madhe për të patur kontroll, për të fituar me çdo kusht. Dhe ideja sikur duhet të ecësh të vazhdosh, sepse ndryshe humb. Jo çdo betejë fitohet, Luan, duke shtyr fort. Disa fitohen duke u ndalur. Çfarë duhet të bëni ndryshe? 3 të shpatës. Përballje me dhimbjen e vërtet, me situatën e vërtet. Prano çfarëdo lloj zhgënjimi, prano çfarëdo lloj lodhje, humbje, një të vërtet që je duke shmangur. Pa e përpunuar këtë, çdo fillim i ri do jetë i brishtë. Shëroje, pra, thot letra, mos e mbulo. Rezultati juaj është djalli. Dhe kjo tregon çlirim nga gjitha, se djalli është vese, nuk është asgjë tjetër, më keq se kaq. Çlirim nga varësitë dhe lidhjet toksike. Nëse ka të bëjë në situatën e juaj. Nëse zgjedh vetdijen, kjo letër nuk flet për dënim, por për fuqinë që ke për të thënë mjaft boll. Kjo letër tregon ndërgjegjësim të fortë, thyerje zakonësh që të mbajnë poshtë, rikthim të fuqisë personale. E ardhmja jote, Luan, ndryshon kur nuk lejon më asgjë të kontrolloj. Mesazhi për ju do thosha që të largoni kontrollin e tepërt, nisjet pa drejtim, duke mos ditur apo duke I lënë në gjysmë, shmangjen e dhimbjes.
Çfarë duhet të bëni? Zgjidhje të qarta, përballje të ndershme me veten apo me çdo tjetër, çlirim nga varësitë emocionale apo praktike, sepse ardhmja jote nuk vjen nga forca jashtme, por nga guximi për të përballur me atë që të mban peng. Dhe atëherë mund të ecni vërtet si me këtë karroce, vrru para të dashur Luan.